Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK dhe ka dërguar për gjykim Lajert Haxhiun, Kristi Bixhekun dhe të penduarin e drejtësisë Artan Tafani, që akuzohen për 16 ngjarje kriminale. Sipas organit hetues, në rolin e drejtuesit dhe organizatorit të grupit të strukturuar kriminal, Lajert Haxhiu e nisi aktivitetin fillimisht si hakmarrje për vrasjen e djalit të xhaxhait të tij, Klodian Haxhiut, dhe pas arrestimit të dy miqve të tij, Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili. I penduari i drejtësisë Artan Marius Tafani, fal dëshmive të cilit SPAK duket se ka arritur të provojë disa krime të kryera nga banda e Lajert Haxhiut dhe grupi i tij, akuzohet se në bashkëveprim me drejtuesin e grupit dhe shtetasin Fation Veliu, siguroi kushte dhe mjete materiale për të kryer vrasjen e Recep Ginës. Kristi Bixheku akuzohet për një sër vepra shpenale nga shkatërim prone me eksploziv tek sigurimi i mjeteve për të kryer vrasje. Disa nga vrasjet e kryera nga ky grup janë ajo e Çayup Selimit, Fridman Xhaferajt, Alban Semakut, Albi Bashaliut, Lulzim Çorrit dhe Dikens Halilit. Aktiviteti kriminal është i shtrirë nga muaji prill 2021 në maj të 2023-shit, kur drejtuesi dhe organizatori i tij Lajert Haxhiu u arrestua në Greqi, ndërsa u ekstratua në vendin tonë në korrik të 2024-s. Lajert Haxhiu është dënuar me burg për jetë për masakrën e Lushnjës në 2017, ku vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha dhe u plagosën dy të tjerë, ndërsa shënjestër ishte Gjulio Shkurti, nipi ish kreu të bandës Aldo Bare. Antarët e grupit të strukturuar kriminal veç të akuzuarve janë edhe Lulzim Spahia, Ligoro Maçka, Bledar Berberi, Erisiano Abedini, ndaj të cilëve në një proces të ndarë është paraqitur më parë kërkesa për gjykim.